Përshëndetje Fred, mirë se keni ardhur në Solo Intervista. Përshëndetje Artur, kënaqësi. Atëherë diçka për karrierën. Faleminderit për ftesën. Po. Karriera juaj është e gjatë deri këtu ku jeni sot? Atëherë unë jam i përkas aramatës së fushës arsimtarëve. Prej vitit 2001 që jam këtu nga Italia, ushtër profesionin e mësuesit dhe të drejtuesit të shkollës. Nëse do të nis me karrierën, mund të bëj një historik të shkurtër të jetës time për të falendëruar dhe gjithë ata që kanë kontribuar në këtë rrugtim që kanë bërë në këtë nivel që kam arritur sot. Shkollën 8 vjeçare dikurshme kam kryer te shkolla Jani Bakalli, pasi jam lindur dhe rritur në Lagja e Majt, te spitali, te Lagja Çame që quhet. Po që Lagja e Majt poshtë ka dhe komunitet ortodoks, miq të vjetër të gjithë, si dhe sheqi dhe mbyti bëheshin bashkë aty. Dhe duhet kujtoj me nostalgji mësuesin time të parë Ndone Sota, e brezit, atij brezi që ne dim se si kanë qenë tepër serioz, tepër kërkues, nga ata që mbanin purtekën te dora në kuptimin e mirë të fjalës. Dhe më pas kam kryer shkollën e mesme Jana Qirica në vitet 1990-1994. Me nostalgji kujtoj dhe aty brez mësues të art. Tani koha bën vetën dhe nuk mund t'i mbash me emra të gjithë, po që kanë qenë vërtet mësues model në gjykimin tim. Si në aspektin profesional, shumë përgatitur, dhe në aspektin qytetar, ishin goxhat kompletuar. Ai sistem, sado ne mund të shajmë i më përpashëm para 90-s, paktën stekën dhe seleksionimin e arsimtarëve në gjykimin tim e ka pasur, po dhe të shumë profesione tjera, shumë më të rregull, shumë më të fortë, si ta ka qenë shumë e mirë se sa e tani në gjykimin tim. Më tej kam kryer studimet e larta në Tiranë, Universitetin e Tiranës, në Fakultetin e Histori Filologjisë, në drejtimin histori gjeografi në vitet 1994-1988 dhe me rezultate të larta, për të modestisë edhe me mesatarë mbi 9 dhe shkollën e lartë dhe shkollën e mesme. Dhe më tej kam jetuar në Itali për një periudhë 3-4 vjeçare, në Italinë e Veriut, në qytetin e Padovës. Shkova për studime, me thënë drejtën, kam kryer 3 vite studime, fakultetit juridik, një midis totalisht i ndryshëm nga i Shqipërisë, bëhet fjalë për universitete me përvojë shekullore, Universiteti i Padovës i vitit 1222. Por më ndodhi një fatkeqësi e madhe atëherë në vitin 2001, mars 2001, një aksident tragjik ku unë humba vllain dhe një kohësisht psova dhe dëm fizik dhe megjithatë psikologjik. Dhe u detyrova të kthehesh në Shqipëri. Mos isha larg familjes, larg prindërve. Dhe që nga viti 2001 ushtrova profesionin e mësuesit, fillimisht e shkolla Dertliu, shkolla jo publike, mësimtore Dertliu, shkolla elitare për qytetin e Fierit. Dhe imagjino kolegë në punë kisha profesor të nderuar si Shkëlqim Ruçi, Fred Jurgaqi, nuk e di tani mos ta harroj, po ishin te majka e qytetit të Fierit, dhe kjo më vleti jashtëzakonisht, edhe nxënës jashtëzakonisht mirë. Pas 2 vitesh punë tek mësimtore Dertliu, kam kaluar tek shkolla jo publike Numani dhe tek bota e editurisë. Kam punuar 7 vite te shkolla jo publike Numani dhe aty një përvojë jashtëzakonshme dhe një institucion elitar për qytetin e Fierit, një investim i jashtëzakonshëm. Niste me ciklin parashkollor, përfundonte me shkollën e mesme. Paktën ne që jetojmë në qytetin e Fierit e dim që Flatrat e Dijes, Dertliu dhe Numani janë 3 institucione shumë të rëndësishme, që kanë nxjerrë shumë breza dhe janë me vlera për qytetin e Fierit. Dhe prej vitit 2012 ushtroj profesionin e drejtorit të shkollës në shkollën 9 vjeçare Halit Grëmi në Mbrostar Ura. Pra po bëj viti 14 në detyrë si drejtues. Pra gjithsej në arsim gati 25 vite, nga 2001 deri në vitin aktual që jemi 2026. Po atëherë, cilat janë sfidat e kohës sot në raportin me shëndetësinë? Atëherë, nëse do i bëj një rifreskim mirë memorjes, ka sfida nga më të ndryshme. Unë do të them këtë që pikë pari, për çdo brez, pak nga përvoja punës që kam, ka të gjitha nivelet. Nivelet të nxënësve shumë të mirë, nivelet nxënëse klasë nga pikpamja e mësimit, por edhe nga pikpamja e vështirësisë
menaxhimit dhe komunikimit. Këtu rol shumë të madh ka familja, rol shumë të madh ka dhe media, rol shumë të madh ka dhe politika, modele që ofrohen. Do të thënë që shkalla e vështirësisë është rritur në gjykimin tim, sepse edhe kontakti i fëmijëve me librin është ulur. Sepse dhe rrjetet sociale bëjnë vetëm, edhe probleme familjare që janë shtuar në gjykimin tim bëjnë vetëm. Do të thotë prindër të cilët rendin më shumë tek fitimi, tek ekonomia, tek punët, dhe atë kohë që duhet ta kalonin me edukimin dhe me ngrohtësinë shpirtërore dhe orientimet e dura që duhet t'i jepnin fëmijëve, nuk e kanë. Dhe mund t'i japë raste specifike që kemi pas edhe në punën tonë përditshme. Pra ideja që rritet shkalla e vështirësisë, sepse fëmijët sot për fat keq janë prirur tek elektronika, janë prirur tek modelet në gjykimin tim jo të drejtë, jo të dur, te fitimi i shpejt. Pra nuk e kanë më mësuesin atë figurë që kemi pas ne dikur në kohën tonë. Ndoshta duke rritur me kalimin e viteve ata mund të rikthehen ato këshilla që japim mësuese, por mund të jetë vonë. Sfida nga më të ndryshmet ka. Radhë parë në kohën që flasim rënja e numrit të fëmijëve. Unë flas tani këtu në aspektet të problematikës. Dhe rënja e numrit të fëmijëve jep rënje të numrit të orëve dhe rënje të vendeve të punës dhe kosto sociale. Dhe në pozicion e drejtuesi që është e vështirë tani të menaxhosh, ta motivosh një mësues i cili e di që me këto udhëzime që janë në fuqi, televizjes paralele që quhet, të detyruar, që ose e di që është më pak pikë, si ta motivosh ti atë? Po i thon një vit. Disa gjëra janë dhe aspekte vështirësie që janë të karakterit ligjor. Për shembull, mund të themi, e zëm se jemi në një shkollë qyteti. Tani hyn në probleme të hallle që teknike po që ndikojnë në marrëvajtjen e gjithë punës që kemi ne. Pak më gjykojnë nga drejtuesit, por që edhe po të ishte në pozicion e mësuesit. Dhe që sado i kemi dhënë sugjerime edhe në tavolinat të duhura, nuk e di pse ka këtë vështirë ministria të bëj shtesa në udhëzime dhe të bëj korrigjime kur ka vakume ligjore dhe kur ka udhëzime që çalojnë në përditshmëri. Edhe konkretisht, për shembull, mund të them që ose në shkollë qyteti janë 3 mësuese klasë 5. Dhe nuk bëhet numri për të qenë 3 mësues klasë parë, sepse rënja është numri i lindjeve që po bie, shkojnë në shkolla jo publike, migrimi, janë shumë faktorë. Udhëzimi është i ftohtë. Ai mësues që del më pak pikë në vlerësim të dosjeve, ku përfshihen mesatarja, kualifikimi me vlerësimin që ka, vitet e punës, vlerësimi nga drejtuesi, punonjësi social, prindit e tjerë. Por ne e dim që nuk janë letrat që janë treguesi numër 1 për mendimin tim. Është performanca dhe opinioni që ke ti. Edhe si mund ta mbaj të motivuar një mësues i cili mund t'i kërkojnë të vjen 30 nxënës në klasë parë, dhe mësuesi i vjetër që mund t'i vjen 10 nxënës, ai mban vendin e punës, këtë që publiku me 30 nxënës ikën. Ky është një ngarsh. Pra nuk është vetëm çështje letrash, është çështje performance. Edhe plot problematika tjera që mund të ketë. Nuk e di nëse isha tek brendësia e durë e pyetjes. Unë jam i qartë, po. Atëherë, kjo është një nga vështirësitë e mësuesit. Cilat janë të tjerat? Përveç punës që bën ai. Atëherë, trekëndshi që duhet të funksionojë më së miri në shkollë është trekëndshi prind, mësues, drejtues dhe nxënësit. Pra, familja, nxënësi dhe stafi mësimor. Udhëzimet realisht tur janë të shkruara, me thënë drejtë. Vajta 13-14 vite në pozicion drejtuesi dhe udhëzimet janë vërtet rregullore të brendshme në çdo aspekt e prekin. Problemi është formaliteti. Sa realisht zbatohen ato. Dhe sa realisht është kultura e punës gjithë mësuesve, ka mësues që e kryejnë më së miri. S'ka nevojë ti që të rish aty. Ti je në institucion. Ka nga ata që lënë për dëshura. Tani kam lëvizur në shumë kolektiva dhe kjo është problemi është tek stafet. Dikur tash e përmenda që steka ka qenë më lart. Ndoshta dhe
universitetet kanë qenë më pak private dhe nxënësit e mirë sot një pjesë shkojnë jashtë shtetit, shkarkohet një pjesë e mirë, elitës. Një pjesë shkojnë në universitetet private dhe kështu që dhe ata që janë mesatar mund kapin deglet e mira në publik dhe për MSOS-i gjithë këto vite shkojnë nivel për mendimin tim i dobët. Detyrimisht e marrëm konkretisht. Për shkak që ose një mësues matematike nuk e ka pas notën 8 të vetën në të mesme, si mund bëhet mësues matematike? Si mund të orientojnë në olimpiadë, si të ushtrimi olimpiade për të orientuar nxënësit? Nuk mund të them, po që e kisha në aspektin që e nisim që tek politikat e shtetit që ti duhet të ndjekësh politikat të afrosh nxënës të mirë për të shkuar në fakultet dhe të josh me rroga të mira, më të mira nga këto që janë, se është vërtet profesion i vështirë, dhe që ti motivosh ta ushtrojnë këtë profesion. Dhe vështirësia nuk është vetëm tek kjo. Vështirësia unë thash tek familjet e prindit të cilët gra dikur, për shembull, shikoj jam fshat në Mrostar, kanë qenë shtëpiake. Dhe me 8 vjeçare, në pas të statistikave të ardhës sociale që kemi. Dhe ato dedikimin e kishin dhe qëllimin madhor e kishin të edukoni, të rrisnin fëmijët, gatuonin, bënin detyrimet si nën. Sot shumica e grave janë në punë. Dhe koha që ato kalojnë me fëmijët e tyre është paksuar. Dhe kjo kohë e fëmijëve me se mbushet, o me situatë rrugë për çunat, o me telefon për vajzat. Dhe lindi fenomene nga më të ndryshme që s'ta pret mendja. Pra, kemi pas situata që mund shkonte shoqja tek komshia e shoqes saj klasë me demek, më thonë për të bërë detyrat, ajo mund ta lidhte me telefon me një XY, kur e merrte vesh prindi pas 5 muaj, 6 muaj, ishte shumë vonë që pra nuk e kontrollon dot. Fëmijët sot janë shumë më të avantazhuar në përdorimin e teknologjisë se sa prindit. Dhe realisht dhe ky është një problem. Pra, koha që kalojnë fizike prindrit, sepse janë për puna dhe gratë sidomos, me fëmijët e tyre. Dhe vështirësi pasaj thash edhe nga ana menaxheriale, pak në pozicion e drejtuesit. Siç e bën në bisedë të lirë para se të fillon intervista, në situata ku ka fëmijë vërtet problematik, kur prindi mund të jetë jashtë shtetit, kur mund ta mbaj hallat tezja, mund të ketë probleme se ai mund të jetë rritur te lokali i lagjes dhe ai nuk skuqet dhe nuk zveret me asnjë lloj fjalori që mund të përdori. Ne jemi të kufizuar si institucion të arsimit detyruar. Ka fëmijë që mban gjyshja, kjo është çuditshme shumë. Ka. Nuk është e çuditshme sepse nëse babai ka shkuar në Angli 3 herë dhe babai. Po nëna. Okay. Janë raste. Ka. Si flas vështirësia që hasim është që ti mund të bësh punë me punonjës social, ti mund të kërkosh vide familjari. Dhe nga njerë ndihesh me shpatë pasmurit dhe i dorëzuar sepse ti mund të bësh dhe vrejtje, mund të bësh dhe qortim, faza që kërkon ligji, udhëzimi i përkatës, por ka situata kur nuk manuj pilafi. Dhe ne jemi të kufizuar. Vetëm te nota me sjellje maksimalisht dhe do të thosh po çfarë mund bëhet me këta fëmijë, do i lëm situatë rrugë. Jo. Shteti duhet të ketë forma alternative. Sepse i bie një barrë shumë e madhe pastaj. Pra nuk je për të shkollë, kalon në një institucion tjetër. Kur dorëzohet prindi, kur dorëzohet inspektori i zonës, kur dorëzohet punonjësi social, kur dorëzohen mësuesit, sepse vërtet kaseta e tij është mbushur, po është mbushur për keq. Sepse familja nuk ka bërë punë e dur. Mund ta ketë rritur lagja, mund ta ketë rritur lokali komshiu. I fortë i lagjes. Po. Çfarë do bëhet? Janë situata të vështira. Se prishin ekuilibrat brenda një klase, brenda një institucioni. Nuk kemi një Nuk ka, siç u bërëm dhe bisedë tek rasti i fëmijëve me aftësi kufizuar, aftësi ndryshe. Ka fëmijë që janë të menaxhueshëm. Mund të kenë prapametje mendore, fizike, mund të kenë sindrom Down e tjerë, por ka fëmijë të kategorisë autizëm që janë shumë të vështirë. Shumë të vështirë. Dhe më bën çudi turi se kemi qenë në shkolla, atëherë nuk isin ose nuk e di, po janë shtuar shumë. Në shkolla 125 nënës, që është shkolla e Mrostarit, janë 4 që i kemi të deklaruar, por mund të jetë 4 që hezitojnë prindit t'i deklarojnë. Ka shumë. Pra nuk e di pse janë shtuar kaq shumë.
nuk e di, ka rënë dhe ty në sy, me statistika do parë në zyrën arsimore firë që mund të jemi 100 ca fëmijë që janë të asistuar nga mësues ndihmës, të deklaruar, por që mund kesh dhe edhe këtu do parë fenomene nga më të ndryshme pse jemi në këtë situatë. Se dikur në kushte më të vështira e rritur unë e di. Po, shumë vështirë. Dhe ja ku jemi. Rriten në kushte më të mira dhe pse ka kaq agresivitet, kaq situata të vështira në menaxhimin e fëmijëve. Kam përshtypjen që edhe përdorimi i celularit është që në moshë të vogël dhe ato gjëra që ata duhet i shikonin në moshë shumë të rritur, më të pjekur, dhe po të shikosh një fëmijë i vogël edhe 2-3 vjeç në kopësh, po të heq celularit bëhet agresiv. Bëhet që në atë moment bëhet i dhunshëm ose po e kanë gjetur në thonjza rehati, nënat, në thonjza rehati, e lëm celularin, një dëmi të syt, po dëmi është psikologjik. Shumica është me syze. Me syze dhe edhe me sjellje agresive që të vegjël. Menaxhimi emocioneve. Pra atë kohë fizike që duhet ta kaloni dhe është pasuria më e madhe që të dhuron Zoti, ta kaloni prindi me fëmijët, një shëtitje në natyrë, një lojë që kemi bërë ne dikur. Nënat, nuk e di, punët e tyre, fëmijët i lë me celular, kjo është pasojë, që jep efektet më vonë. Po. Dhe përplasen në natyrë. Në shkollë. Edhe kur rriten në moshë sakto, pastaj që e bëm bisedë para pak që fëmijët e klasave 7-8, ndoshta edhe më poshtë, fillojnë pastaj përdorin rrjetet sociale tip Snapchat që nuk i njohin prindë fare dhe fillojnë shantazhojnë, fillojnë përgojojnë, fillojnë krijojnë situata të komplikuara. Ngërsh ligjor që duhet një kontroll. Udhëzimi i ministrit e thotë që celulari nuk duhet në mënyrë kategorike. Pas shkollës. Problemi sa zbatohet. Pas shkollës. Pas shkollës, por edhe në shkollë, problemi sa zbatohet realisht. Te ne mundemi maksimalisht ta bëjmë këtë gjë me mësuesit dhe vetë maksimalisht. Po jo çdo situatë mund ta kontrollosh. Po. Jo, puna është që pas shkollës për shembull shantazhon një shok, një shoqe dhe shkolla është e pafuqishme të veprojë. Atëherë Po, na ka ndodhur situata që mund vi vajza klase 8, klase 9 ankohet për këtë gjë që mund jetë marrë foto e saj dhe mund të jenë bërë lloj komente dhe ka ardhe prindi, kemi bërë takim edhe me punonjësin social, edhe me inspektorin dhe është referuar rasti te njësia e mbrojtjes së fëmijës dhe është referuar rasti edhe tek struktura përkatëse që i ndjekin rrjetet sociale, por nuk është dhënë zgjidhje, sepse hapen me akaunte fake, falso dhe ka vështirësi. Ka pas situata që mund të kesh shkuar deri aty turi që fëmijë të ndjeshëm, vajza të ndjeshme, të përgojuar dhe ka thënë prindi ka dashur të vrasë veten. Fëmia është tronditse. Po. Është tronditse. Deri në atë pikë shkon në gjë. Pra ka fenomene sot në raport me pyetjen që më bëri. Raport me brezin tonë që teknologjia sa të mira ka, sa lehtësira jep për komunikimin, për ullëntimi, për pasuruar dijet çdo kush që nga ne edhe fëmijët, paqe dhe rrezikshme është kur nuk është e kontrolluar nga prindi dhe nuk është e menaxhuar si duhet. Atëherë për çfarë ka nevojë të rinjt, si mendon? Për të rinjt ka nevojë për modele pozitive që t'ju referohen nga shoqëria, nga shteti. Pra ne jetojmë në një qytet dhe ti e di fenomenin kur del edhe në rrugë, kush është modeli që josh tërheq një fëmijë 15 vjeçar, është turi, djalë i edukuar, familje rregull, njëri i punës dhe i ka arritur këto gjëra në mënyrë me sakrifica, me mënyrë të ndershme të drejtë, apo është modeli i fitimit të shpejt, modeli i njeriu që Fordit lajs, nuk e di se çfarë t'i bë dhe në thonjza e suksesshëm që brenda 2-3 vitesh ka bërë atë që turi dhe Alfredi ka ndërtuar për 20-30 vite. Unë kështu e shikoj, për fat keq është modelet që ofrohen nuk janë të duhura. Dhe shumë të rinj ikin. Shumë nga nxënësit që kemi pasur 10-12 vite përpara ikin, është ajo mania nga psikologjike në Itali, në Gjermani, në Angli, sepse faktikisht ka dhe një gjë me sa kuptoj, me sa shikoj. Kur del një iri nga shkolla, ose edhe nga një shkollë profesionale, edhe nga një shkollë e lartë, pagat e këtyre që janë sipërmarrës, që i ofrohen janë shumë të ulta. Pra si mund ta josh është një fëmijë, një student që ka mbaruar një dek stomatologji, e të vit punoj dentist te ty,
me 500.000 lekë. Në rrugë minimale. Jo, nuk e jashtë, në botë. Nuk e motivon botë që të qëndrojnë në... Pra, ti si përmarrës, si aktivitet, do të fitosh miliona, dhe këti të rjut i jep një përqindje shumë të vogël. Ky është problemi i sipërmarrësit sot në Shqipëri, se sot po kërkojnë punëtorë s'po gjenë, punonjës nuk po gjenë. Po si do ta gjesh? Mund të dash një shembull konkret. Po mund ta prekja për çdo lloj aspekti. Pra ti hap një aktivitet dhe atë fitim që ti e bën për 2-3 ditë do të japësh rrogën e një muaji. Jo, s'mund të ri. S'mund të ri. Preka një aspekt, po nuk është vetëm kjo. Preka dhe aspektin e modelit, thash që ofrohen. Pastaj nuk e di, ne si popull kemi dhe çike dhe maninë psikologjike, pse do të ikur. Kur Turi ose Alfredi ka një status të nivelit 2. Po flas në tërë aspektet. Tjetër, çdo kërkoj me nivelin 2.1 në Greqi, 2.2. Çfarë do përmirësosh? A kur je në nivelin 1 po shkon për nivelin 5? Po është ndryshon. Nuk kam çfarë të them dhe po këtu dhe ai që është i nivelit në një jetë mirë, mesatarisht të mirë, nuk ka pse duhet të largohet. Okej, do shikoj perspektivën e fëmijëve. Ka probleme. Problematika. Ajo që unë ndjej boshllëk si Alfred, si fjerak i lindur i dur në këtë qytet, është shikoj Fjerin për këtë si një fshat i madh, realisht. Nuk e di nëse edhe e konstaton dhe ti vetë që pra o gjën brezin e pensioniste në për lokale para ditët edhe në darkë, o gjën brezin e nxënësve adoleshentë të shkollat mesme të lishare që do të jenë këtu. Brezi i moshës së mesme, themi 25, 30, 35, 40, nuk e gjën vetëm kanë lëvizur gjithë. Po, sepse shumë sektor si nafta, shumë sektor tjerë, nuk u hap një universitet, kishte një jetë shumë drejtori të përgjithshme që Fjeri mban peshë kryesor, pse duhet ishin në Vlorë. E plot që janë orientime politike. Pra ti një qytet kaq i madh nuk ke një kinema. Po të marrë plas në aspekte. Një pallat sporti u ndërtua te ETC-ja, u ndërtua nga biznesi privat. Në bashkëpunim me bashkinë nuk e di se si. Por që të kishte një pallat sporti te Këndi Lore ku ka qenë. Edhe universitetet u bë gjithë godin. Mund të ishte forma, gjithë ishin forma partneriteti. Dhe disa dhe që janë vërtet nevojshme në zonën 3 e Fierit, Myzeqes. Sektori i bujqësi, Infermeria, nafta, arsimi, shumë kishim se problemi për resurse njerëzore, se janë njerëzit. Po jo, ka Gjirokastra më shumë apo ka Vlora më shumë? Në kuptimin nese, janë prekur shumë, janë rënuar, janë reduktuar shumë nga ato që ishin resurset themelore të qytetit. Padyshim nafta, apo gjithë kompleksi industrial që ka qenë në jug të qytetit. Është pothuajse mbyllur. Nga uzina mekaniko-bujqësore, deri te azotiku, deri te rafineria, cilat prej atyre punon asnjëherë. Praktikisht. Atëherë, për çfarë mendimi ke për kurrikulat në përshtatje me kërkesat e kohës? Atëherë, unë në pozicionet e tyre që kam i lexuar gjitha udhëzimet, jo thjesht jam i detyruar, por dhe nga natyra që ti zbërthej sa më mirë. Kurrikula me kompetenca realisht presupozon vetë fjala kurrere të ecësh, të gjurmosh, të udhëtosh drejt një niveli, nga një nivel në një nivel. Të kesh një finish, një destinacion të formimit të nxënësit. Edhe ku janë ato 7 kompetencat themelore, qytetare, digjitale, teorikisht janë okay në gjykimin tim. Dhe problemi është e zbatueshmëria. Se sa mësuesit janë përgatitur për t'i qasur si duhet dhe sa baza materiale që ofrohet në institucione, se flasim shumë marrin kompetencën digjitale, sa realisht digjitale bëjnë dhe sa kabinete informatike realisht ke dhe sa mësues të trajnuar realisht për t'i bërë si duhet. Po prek një aspekt. Teorikisht janë të shkruar qartësisht se marr modele nga më të mira, besoj, të Evropës, të Amerikës, por realiteti i këtushëm hendeku është goxha i madh në gjykimin tim. I atyre që janë në përzyra lart në Tiranë, ministri që hartojnë, formulojnë udhëzime, kurrikula dhe realiteti poshtë.
këto udhëzime kam bindje duhet të bëjmë në bashkëautorësim të palës që është interesuar që është mësuesi, prindi, nxënësi dhe të specialistëve që janë në institute përkatëse në ministri, në sektor përkatës. Ka shumë udhëzime, ka shumë strategji të ministrisë, punohet në shkollë realisht, varet nga frymat që përcjell një drejtues, si nga drejtuesi i një zyre arsimore, si e përçon ai tek drejtuesi i shkollave dhe drejtuesi pastaj tek mësuesit. Fytyra e një institucioni mendoj në masën e madhe është drejtuesi, si një familje temi, si një çfarë do lloj aspekti shoqëror. Teorikisht jemi okay, praktikisht për mua ka aspekte që po të filloj të flas ka plot që çeloj. Që bëhet punë bëhet. Por po ta konkretizoj. Ishim në analizën e punës që u bë para një muaji, analiza e punës së zyrës arsimore FIE. Dhe ku kishte përfaqësi drejtorët e shkollave, kishte nga zyra arsimore, kishte nga bashkia, kishte nga qendra kulturore e aktivitetet të fëmijëve, pra gjithë aktorët që partnerët që bashkëpunojnë. Pasi u bë analizat që janë të ftohta shifrat, dhe u dëgjuan, foli dhe në kryetari i bashkisë Mirela Pitushi, foli dhe Adriana Mile, drejtoresha e qendrës kulturore të fëmijëve, e kulturës së bashkisë Fier, foli drejtoresha e zyrës arsimore Miglena Sofroni, dhe unë preka 2-3 çështje. Çështje praktikës punës. Se nga njerë shikojnë dhe lezes, jo e them gjëra që të përmisojnë. Mendim kritik është qëndron mirë, qëndron. Atëherë e nisa ato 2-3 gjëra që thash, falenderoj bashkinë, realisht e falenderoj për punët e mira që janë bërë. Në investimet që kanë ardhur gjithmonë në përmirësim dhe në furnizime, se unë jam në pozicionin drejtuesi dhe tek furnizime që marrim nga qendra ekonomike e bashkisë, edhe tek grupet e punës që na vinë gjithmonë sa kemi nevojë. Por thash, kam 12 vite në këtë detyrë, 13 vite më tepër, dhe kam kërkuar prej 13 vitesh. A flasim për sigurinë e fëmijës? Po marr një aspekt të madh, të rëndësishëm. Bëjmë gjithë ato strategji, bëjmë gjithë ato raportime me email, me shkresa. Oficer sigurie nuk kemi, roje nuk kemi, në shkollën që jemi në fshat, edhe kamera për të verifikuar gjithë problematika që mund të lindin, nuk kemi. Atëherë si mund ta garantojnë sigurinë si institucion, ku nuk më ke ofruar infrastrukturën përkatëse. Më kupton? Po prekja një aspekt. Ose pastaj folëm për qendrën kulturore të aktivitetet të fëmijëve, dhe thash përsëri bëhet një punë jashtëzakonisht e mirë. Dhe falenderoja. Jo thjesht Adrianën si individ, Mile që është vërtet person për mua që bën punë të jashtëzakonshme, shumë të mirë, por të gjithë institucionet dhe bëjmë shumë aktivitete, thash. Edhe këtu, nëse doni ato shkolla ku punohet, i keni tek pjesëmarrja dhe cilësia e pjesëmarrjes në aktivitet. Bëjnë kampionate sportive, basketbolli, volejbolli, futbolli, shahu, ping-pongu, të çdo lloji. Bëjnë aktivitete të fushës së artit, të pikturës, të recitimit, të aktrimit, gjitha. Dhe ke shkolla qyteti thash me 800 nxënës që s'marrin pjesë. Dhe marrin sa për të thënë me një ekip me 5 mësues edukimi fizik dhe të cilë një ekip cop shumë më të dobët se një shkollë fshati. Ku ne kemi edhe probleme transportit. Po e paguajmë vetë. Pra, do të shikosh pasqyrën e punës? Po flas, të aspekteve të aktiviteteve, se pastaj shkolla ka shumë gjëra. Ose preka një gjë shumë themelore. Tha shumë marr pjesë në çdo lloj menaxhimi, që angazhimi që jep detyrimi i punës që kam nga zyra arsimore, do të thotë në olimpiada, në provimin e maturës e tjerë. Isha te olimpiada e gjuhës drejtësisë. Pra po flas për gjëra konkrete që lidhen me arsimin. Se kurrikulumi e ke shumë bukur. Problemi te zbatueshmëria, te çalimi i problemit, do të thotë ishin vetëm shkollat jo publike. Tani, një gjimnaz si Ana Qilica, një gjimnaz si Perikli Ekonomi, një shkollë si Petrosot, por vit për vit nuk nxjerr ka 5 nxënës për të ardhur garuar dinjësisht dhe ishin vetëm shkollë, nuk kam asnjë gjë shkollë jo publike. Po, edhe për mua është gabim. Pra do të thotë ti ke gjitha mësues gjë letërsie, po flas për olimpiadën e letërsisë, po kështu flas edhe për kimin, për matematikë. Se mos ishin 5 përfaqësues nga shkolla jo publike Ana Qilica, shkolla publike Ana Qilica, është një fakt që flet shumë nga gjithë gjërat.
Pra bëj kurrikula sa duhet. Ku i ke talentet dhe si është puna me talentet? Si është problem talentet në fare? Do të ketë ndonjë bonus modest? Si është edhe mësuesi, më fal. Pra ti me këta mësues që punojnë me nxënës të talentuar dhe kanë rezultate, duhet t'i japësh një bonus. Më kuptove? Po. Nuk shkoj gjykoj. Pra preka këto aspekte që ishin, ose preka një aspekt të zyrtare si më thaj shumë. Bashkëpunojnë shumë mirë me gjithë stafin, me gjithë punonjësit, specialistët për kace. Po ne na vini thash shkolla, ne na vini emaile ora 10 i paraditës urgjent brenda orës 12 duhet të japësh shpjegje. Po ti je mësim. I thash urgjent i thash unë jeni prindër gjithë. Urgjent për mua është që të kaloj një ditë sa më e mirë dhe sa më e qetë dhe sa më e sigurt me sjelljen me nxënësit. Pra nëse unë kam një situatë problematike të një nxënësi me një mësues ose me një prindër, ose një prindër me një mësues, është kjo më urgjente apo emaili? Ajo është më urgjente. Atëre. Ka prioritet. Ju kërkoni urgjent letrën, statistikën. Unë them që s'është statistika urgjente. Le 2 diko, 3 diko. Përmendi thash unë shifra në statistika plot problematika, që mos ta zgjasë ta mbyll me të. Thash shërbimi psikosocial janë shtuar punonjësit. Okej, dakor. Po sa realisht i thash unë, sa cilësisht bëjmë punë ato. Sa raste kanë evidentuar me statistika punonjëse sociale të bullizmit, të dhunës fizike, verbale, që fëmijët vërtet nxënësit dhe prindërit të dinë që ky punonjës social po na ka lehtësuar, na ka ndihmuar. Po kishte raste, sa raste kishte? Apo tani turi. Nuk kishte. Vetëm kur dalin te stopi, vetëm kur dalin te fiksi, vetëm kur dalin te xhadat, kur dalin tek ku diun çfarë emisione investigative. Pra, më kuptove thelbi, në çdo shkollë ka mësues model. Më beso. Bën edhe një pjesë të punës. Që janë model. Ka dhe mësues shumë problematik. Kam bindjen. A funksionojnë mekanizmat e duhur, ndëshkues, frenues, parandalues në një mësuesi që mund të jetë bullizues. Si shëllam në të rasti i fëmijës jemi me shpatua pas muri, kur është një fëmijë shumë problematik, ndalojmë, ngecim me kemi aty arsim të detyruar, thjesht e notan sjellë do prishi klasën e 8, do vete klasën e 7, do prishi te klasën e 7 ai po ngeli. Më thuaj raste, edhe këtë ngrita si problem aty. Më thuaj shërbimi psikosocial, sa ka nxjerr nga anketimet, nga pyetësorët, me nxënësit, me prindit, raste të mësuesve problematik, tiket i vend kuptimin e mirë, fjalës nuk po flasim pra të zbatueshmërisë së ligjit dhe po institucion. Më thoni sa raste kanë evidentuar dhe që ti kanë çuar në komision disipline me shkrim, ku të filloj dhe hapat e procedurës së kodit punës do të thotë qortim, vrejtje, paralajmërim dhe largim. Ka raste, atëherë ç'më duhen më 700 e ca shifra që dha të vepritarive të shumë mirë që mund të kenë bërë punë dobipruese, padyshim, të menduar kritik pozitiv me nxënësit e vepritari. Po thelbësore është kur ka mësues që nuk duhet të jenë mësues, nuk e meritojnë. Po. Edhe vazhdojnë. Atëherë institucioni, tërësia e institucionit ka raste, ka shembull që të jetë larguar kur e meriton, jo. Por mua është e dështuar sistemi. Sistemi. Po. Pra, do thotë do ikë në fund të ditës, prindërit do heqë fëmijën nga shkolla, kur do jetë një situatë vërtet problematike me një mësues dhe nuk do ikë mësuesi. Dhe kur ky mësues mund të ketë larguar vit për vit nga 7, nga 8, nga 10, nga 15 nxënës për shkak të qasjes së tij që ka ai me orën, me nxënësin, me komunikimin. Këto janë probleme. Realisht. Me që flasim për kurrikula. Po, kurrikula. Pra, problemi kurrikula mund të jetë shumë e bukur në kornizë, shumë e mirë e shkruar në udhëzime. Problemi është te ku shkon te zbatueshmëria. Pra do të kemi një debat publik për arsimin debat publik, për fat keq sindikatat janë jo funksionale ose mund t'i delegojnë, po përmend një situatë. Nuk janë funksionale fare sindikatat. Nuk kanë mësuesët nuk kanë besueshmëri. Që do i zgjidhi hallet edhe problem. Nuk ka zgjidhur asnjë asnjë. Po të jap një rast konkret uri. Po. Kemi udhëzimin e lëvizjes paralele, të detyruar dhe me dëshirë, që është i përbashkët me udhëzimin e portalit të futjes së mësuesve në punë. Dhe kur më vjen një situatë, në institucionin do ta lexoj më së miri atë udhëzim.
që t'jem sa më korrekt me vete, me ligjin, me individit. Udhëzimi i fundit e lë boshllëk, e lë vakum ligjor, kur vlerësohen dosjet e mësuesve, se vlerësim me pikë, sipas udhëzimit, ai që del më pak pikë duhet të lejë vendin e punës, se bie numri i fëmijëve, bie numri i orëve dhe nuk të ofron institucioni punë. Në rastin kur hipotetik mund të dalin 2 mësues me pikë barabarta, ata e kanë lënë bosh. Drejtuesi i shkollës ka emër duhet çojë. E kanë lënë me pra rjeshor. Po më bën pyetje. Ministria mund të ketë sa punojës? 200? Specialist drejtorie në të 14 agjenci. Bukur. Sindikata. Sa ka të deleguar që janë përfaqësues sindikate për çdo zyrë arsimore? Plot. Tani ka shifra po. Okej. Kam bërë bisedë edhe me përfaqësues në ministri, edhe përfaqësues jurist në zyrë arsimore dhe përfaqësues të sindikatës. Ore, kaq të vështirë ka ministria të shtojë një fjali. Në situatën kur 2 mësues dalin me pikë barabarta, që mos vjen proces gjyqësor. Çështja në të ardhmen, po. Drejtuesi me mësuesi me juristin e zëvas, kaq probleme keni për shtuar një fjali. Po, kur dalin pikë barabarta, ai që ka vite pune më shumë favorizohet, ose ai që ka mesatare në shkollës lartë, ose ai që ka shkallën e kualifikimit me vlerësim më të mirë, ose ai që ka ka raport kempi dhe të favorizohet nga ana humane. Dhe në fund fare shorti nuk e bëjnë. E kanë shumë të vështirë të bëjnë një ndryshim edhe të çojnë njerëzit në përgjigje. Pra po të them problematika të që patatja më e nxehtë, largimi nga vendi i punës. Është se kurardhja është okay, është e mirë çokoladë se po hyn punë. Po largimi është shumë i vështirë largimi. Ose aspekte, për shembull, thash unë flas në aspektin menaxherial, se thash po të hyjë në aspektin e MSN-s ka problematike, për shembull, po të përmend 2 aspekte të punës. Tek kualifikimi. Kualifikimi dikur ti e ke dhënë dhe unë me test në po. Për mua është më saktë. Edhe për mua. Sot bëhet kualifikimi me orë të hapur dhe me projekt, prezantim projekti. Që është një show për mendimin tim. Dhe unë këtë e kam thënë zyrtarisht, kur jemi takuar dhe kur ka ardhur udhëzimi, kam lexuar me vëmendje dhe në takimin me gjithë drejtuesi kam thënë. Është për mua i thash do jetë shpirë provimi. Jo, përgatitet është 1 muaj, 2 muaj mësuesi i ndan me role të paracaktuara dhe del një show i bukur atje. Po pse kjo tregon aftësinë një prezantim projekti e tregon kapacitetin? Nuk e tregon. Sepse mund ta kem mësuar edhe test. Edhe është e padrejtë sepse ata që e kanë dhënë me test, është bërë testi me gjithë ato rubrikat që ti e di shumë mirë prek dhe aspektin metodologjik, dhe aspektin e drejtshkrimit, dhe aspektin e informimit shkencor, dhe ishte me formulim tamam dhe me kozjatën e dur, dhe ti ke marrë një vlerësim mirë e zëm, por real, të fortë, tjetër më shkëlqyeshëm me një spektakël. Dhe instrumenti dhe më bukur instrumenti i vlerësimit të kësaj orës apo se projektit është si një për klasën e parë, formati, rubrikat që duhet të përmbushë ora e mësimit, si për klasën e 9, si për klasën e 12. Si që nga një lloj. Ndryshimi i niveleve. Po është aspekt. Puna në grup mund të jetë një lloj me klasën e parë, me klasën e 9, me klasën jo. Nga edhe specifika që ka lënda. Ka aspekte që çarojnë dhe problemi është që ti mund t'i adresosh në takim që mund bësh te zyrë arsimore. Mund t'i adresosh te sindikata, mund t'i adresosh edhe te profesorët që janë ministrisë. Vullneti për të ndryshuar është se diku janë problemet, janë çik më tella. Se unë nuk e një mirë stafe, por kur të thonë që edhe në drejtoritë e përgjithshme në Tiranë, në ministri, nuk janë të fushës së arsimit, po mund vjen një ekonomist, mund vjen një arkitekt, mund vjen që nuk ka lidhje me arsimin, atëherë ku do ta gjesh zgjidhjen e këtyre problemeve? Domethënë Ministria e Arsimit nuk ka një përfaqësues të artit dhe kulturës. Domethënë këtë mbaruar për muzikë, do thuash ti po, apo për Okej, ku do ta adresosh ti problematikën e këtyre 2 lëndëve që janë shumë të rëndësishme. Pra të preka disa nga aspektet e punës, me që u bë pyetja e parë e madhe për kurrikulën, që tash teoria me praktikën duhet të jenë më të ndërshëtuara. Pra ata duhet nisen nga rastet problematike që dalin në përditshmëri dhe ta reflektojnë më mirë te udhëzimet tek te ligjet.
Për shembull, është futur udhëzimi i ri me metodologjia gjithëpërfshirjes. Në një farë mënyrë ne kemi bërë gjithmonë. Jemi munduar ti përfshim gjithë fëmijët pavarësisht problemeve sociale, ekonomike, diferencave sociale që kanë. Okej, kanë marrë modele të dhura, të mira, modeli finlandez ishte. Po është tjetër shoqëri Finlanda, tjetër standard kulturor, që nga niveli i nxënësve, që nga mënyra se si ata vinë, që nga infrastruktura në tërësi që kanë. Ndryshon tërësisht, pra nuk mund ta zbatosh një model shablon ti finlandez, për realitet morë modelin anglez dikur, s'ka rezultat. Ky është problemi, ata që janë aty në përzyrën teorik dhe i marrin modelet gatshme dhe do të bëjnë figurën e mirë para ministrit të radhës që vjen. Në përditshmëri hallet janë shumë të po janë më konkrete. Janë më të mëdha. Ka dhe aspekte të mira, se unë preka këtë, për shumë mund të përmendje regjistrin elektronik për mua është një aspekt shumë i mirë. Edhe të sigurisë që nuk lë vend për abuzim te notat nga ana mësuese, do thotë që ti e hedh brenda 24 orë aty e ke dhe pastaj është me kërkesë të drejtuesit të shkollës që mund ta ndryshosh, plus është më transparent se shikon prindi me anë të Albanias, plus nuk lejon lëvizje fiktive të nxënësve. Çdo fëmijë është i regjistruar në një institucion dhe do bëhet kërkesë me Albania nga prindit dhe duhet e monitoruar nga zyra arsimore, punojësi përkatës, specialist dhe nga 2 drejtues të shkollave. Pra, dhe e lehtëson shumë sepse mësuesi punon kudo në çdo mjedis, ku edhe është shumë e lehtë për shkruar, si përshkruan 3 mesazhe SMS temat mësimore. Është shumë pozitiv, ishte shumë i vështirë në fillim, u duk si gogol për mësuesit, si t'ia bëjmë ç'ta bëjmë. Mësuesit është kompliment se nuk është se janë. U aftësuan dhe nga ana teknologjike. Nuk është ishin gjithë në nivelin e përdorimit të. Po nuk është se kanë një vështirësi të madhe, se do hyjte temat për shkruar dhe do hedhësh notat. Këto 2 rubrika kryesore ka. Shumë vështirësi. Okej, drejt. Ishte siç kemi ne gjithmonë që shtrihet masivisht dhe duhet vinë në mënyrë graduale, por që e shoh shumë pozitiv nga regjistri fizik që ka qenë atëre. Që mund ta grisje faqe, mund ta ndryshoje, mund manipuloje, po më kupton ku e kam. Në efektin e transparencës dhe të sigurisë, të kontrollit, është shumë i mirë regjistri elektronik se sa regjistri fizik. Do të thosh nga atëherë kur vjen para nxënësit me regjistrin, mund të ishte edhe pesha e notës që të shikonte. Po nota nuk do të jetë thjesht, do të jetë për mua jo thjesht mace kështu e njësime meteorologjike të njëri, po do të jetë një formë stimulimi, një vlerësim stimulues progresiv. Dhe edhe kurrikula me kompetenca këtë ka, vlerësim progresiv do thotë i zhvillimit të plotësimit njerive, jo thjesht shablon, more 3 shtata dhe ngeli 7. Jo, i ke 3 shtata e 2 teta, të shikon në progres rritës, vlerësoj 8. Pra, qëllim aftësi të nxënit, që nxënësi të jetë ai që të jetë bashkë veprues për orën e mësimit, thjesht, pra qëllimi mos jetë mësuesin e qendër, po të jetë nxënësi. Këtë presupozon kurrikula me kompetenca. Dhe prandaj dhe teknologjia hyn punë shumë. Se ti do japësh kornizën e përgjithshme për temën hëna. Ata do hullumtojnë, do të sjellin ty materiale sipas nivelit, sipas aftësive, që ta plotësojnë ata orën e mësimit. Këtë presupozon dhe gjithëpërfshirja. Pra, metoda mësimore ku ta aktivizojnë shumë nxënësit, ta angazhojnë të gjithë nxënësit në gjitha niveleve, ku mësuesi të jetë një dirigjent, një menaxhues, jo siç ka qenë metodologjia më përpashme mësimore, ku flisë mësuesi mbushte ai orën e mësimit, dhe nxënësit të riprodhonte në mënyrë mekanike i sforcuar. Ta përdorur paramendjen, mendimin kritik. Pra, ky është fokusi i kësaj kurrikule. Se sa zbatohet dhe sa mësues janë të aftë dhe të azhurnuar dhe ka handicap plot. Se ti më shikon që është i vështirë sepse e zëm bën trajnime, unë ja sugjeroj trajnime që janë. I softi tjetri. Sa realisht marrin pjesë në mënyrë aktive mësuesi. Po janë vështira ato 18 orë online. S'është vetëm aty tani më beso. Ka nga ata që vën ekranin, heqin figurën dhe bëjnë sikur janë aty për marrë certifikatën dhe nuk angazhohen. Është grupi me 20-30 veta, 5 mund të angazhohen. 15 të tjerë bëjnë thjesht për të marrë atë certifikatën. Apo e kam gabim? Ja, tash. Se tani unë jam të fush për 25 vitesh dhe nëse do të them sa të vërtetat, i them të vërtetat. Jo 18, po flasë trajnime që mund të jenë me afat. Po,
që sa realisht ka vullnetin mësues, por rrjetet profesionale, po të marrë një aspekt. Po të marrë aspekte nga më të ndryshme dhe ekipet lëndore në shkolla. E kanë që mësuesit e dim ne, po diskuton, bisedon, pra, punon në grup. Që nga ekipet lëndore sa funksional janë, që të shkëmbejnë përvoja punë të mira, bëhet lidhja midis mësuesit vjetër me përvojë. Bëj planin mësimor fillim vitit. Sa përvoja shkëmbejnë njëri me tjetrin, edhe hartimi testeve, edhe plot. Okej. Po realisht shumica janë letra. Po. Mendoj, masa kanë vënë. Rrjetet profesionale. Rrjetet profesionale po ta marrë te problemi themelor. Mënyra e kriterit të zgjedhjes së personave që duhet të drejtojnë një rrjet profesional. Që unë kam rritë si çështje parimore. Atëre duhet të jetë dosje me sa më e pasur e një individ apo jo. Duhet të ketë referenca nga drejtuesit. Po sa janë pyetur drejtuesit për këtë drejtues rrjeti profesional? Sa është marrë mendimi? Se drejtuesi e njeh më mirë. Po të prek probleme të aspektit që kanë diskutime, dhe sikur tjetë ai më i miri, pra do thonë që Okej, pa diskutim. Po sa realisht ato funksionojnë? Ky është thelbi i bisedës që se bëjmë. Pra, i hedhin në letër tematikat, gjërat që aspektet punës që kemi neve. Dhe ku shkojnë aty, shnojnë emrin me vrap, edhe ku e mbaruam, ti ikim? Ky është. E mos prek probleme nga çfarë duash ti për arsimin sepse jam me atë emri. Që nga biblioteka që folëm atje, sa janë pasur me libra dhe sa mësuesit e gjyqëtërisë realisht, për shembull tek shkolla ime Petriti është djalë zotnia dhe e bën më së miri me kartela atëra me, po sa realisht na kanë furnizuar shumë mirë, po. Po, djalë shumë mirë Petrinika. Ideja është sa realisht në 13 vite çfarë furnizimi kemi marrë ne. Dhe çfarë librash mund të jenë shkuar. A janë realisht që i vlen lëndëve dhe mësimdhënies? Atë kanë ardhur autor shqiptar ty për gjyqëtësinë, Martin Cama, Gjergj Fishta, ku diun Fanoli. Fanoli nuk e njoh fare. Nuk është as në Fajkonica, Ali Aslani nuk e di për me korifejt e pra ka problematika. Ka mbase duhet ishte një orë leximit, por për shembull me Dion Fermetin, pra dha një rast për ekipin e Barcelonës që trajneri e kishte detyrueshme çdo ditë përveç stërvitjes një orë, uleshin në fush, shtriheshin në fush. Bisedë. Jo, lexim. Kishte një orë lexim libri. Sepse thoshin që sot nuk është më loja vetëm me muskuj, me inteligjencë, por edhe me mendje. Edhe ti shikoje ata lojtarët e ekipit, disa ishin shtrirë në fush, ulur në fush, disa të tjerë në për Flasim për një nga klubet më gjigante të planetit, që aplikon detyrim. Mbase do të rikthejmë edhe ne te detyrimi tash i leximit. Pra më shumë po më kuptove tek aspekte që janë në funksion të përmirësimit të gjës. Po që ka shumë gjëra që çarojnë. Kto mundohemi të rregullojmë. Atëherë, jemi në fund bisedës. Shpresoj. Dhe çfarë mesazhi ke për publikun? Në fushën në tërësi. Okej, me që jemi në fushën e arsimit. Mesazhi im është që prindrit duhet i dedikojnë shumë kohë fëmijëve. E di që janë të zënë me punë, me biznes, me aktivitet privat, por duhet të rezervojnë një fundjavë të dalin, kalojnë kohë me fëmijët e tyre, sidomos kur janë në mosha të vogla. Ta shijojnë njëra pas si prind atë dhuratë që ka dhënë Zoti dhe të jenë aty për shqetësimet e tyre, problemet. E thënë shkurt, nëse do vesh të bësh një sondazh në shkolla, e ti pyesësh fëmijët, sa kohë kalojnë prindit tuaj? A i pyesin prindit tuaj kur ktheheni nga shkolla, si kaluat? Keni pas një shqetësim me shokët, me mësuesit, me shëndetin, me sjelljen, me notat? Sa realisht kohë bisedat të tilla dobiprurse bëjnë prindit me fëmijët? Gjithmonë në rënë e kam përshtypjen. Sepse prindit rendit e punët, se janë për aktivitete, dhe pse polarizojnë dhe tonjë dhe shkollat jo publike, sepse janë gratë që janë në punë, te jura, diku tjetër, dhe e kanë shumë komode, që në orën 8 me furgon, e marrin orën 4, po një fëmijë, klasë e parë, nuk e ka bërë kot shteti, ata që kanë qenë mendimtar të arsimit, 4 orë duhet të studioj, do dhe kot e lozi, do dhe kot argëtohet, do dhe kot mbushjet me atë afeksionin prindëror, gjë që mungon.
Pra, këtë e gjoj problem shumë themelor. Tjena aty, kur e shikojnë në nuhasin fëmijë ka një shqetësim, që në mimik, një prind e vestik të e dallon. Jo, mendjet e bisedat e Instagramit dhe të bisedat e tashetemeve të kolektivit dhe të telenovela. Po të jenë të shqetësuar realisht për fëmijën. Dhe të ndajnë bisedë me fëmijët. Të e shikoj si problem madhor. Që teknologjia sa vjen dhe i largon. Aq e mirë ishte kur u shpika i telefoni dhe Nokia, për parë në Finland, me sa kam njëri për historikun e celularit, u kryua që t'i afronte njerëzit se ishin vendet ftohta të largta ata, me dimër të gjatë, me net gjata dhe komunikoni të afroheshin. Qëllimi madhor ky ishte i parë. Por problemi është ky celulari u bë shumë i sofistikuar, u bë kompjuter dhe ky i largoi njerëzit i kenë kafe, i kenë në shtëpi, i ke secili me celular. Po ai fëmijë do orientuar se ai varet çfarë shikon. Ku lundron. Që se ai shikon programe që janë pa kontrolluara, pastaj shumë e vështirë ta menaxhosh. Kjo është shqetësim madhor që shikoj të shoqërisë. Kohë më e madhe, kontroll më i madh i prindërve ndaj fëmijëve. Të vinë te shkolla, duhet i thrasi mësuesi, duhet i thrasi drejtuesi kur ka ndodhur problemi. Jo. Ti si prind njërë një javë me telefon mund ta marrësh mësuesin, një të premte. Si jeni, si kaluat? U lodhë të mërzitë dhe ky fëmijë ka pas një shqetësim gjatë kësaj jave? Me shëndetin, me sjelljen, me mësimet. Kaq. Një bisedë 5 minutëshe, që është shumë e rëndësishme, për gjë më të rëndësishme që keni jetë fëmijën, nuk e bën. Pra duhet ta kërkosh ti një herë në 2 muaj, një herë në muaj kur kemi takime për nota, për sjell ose për një problematik. Pra, duhet ta kërkoj unë ty telefonin si mësues? Jo, duhet të jesh ti si prind, patjetër ne kemi pjesë të punës detyrim. Po ku je ti që ditën e parë që prezantohesh me mësues kujdestar, që e parë që duhet bësh, duhet të thuash ky është numri im. Më jep dhe numrin tuaj dhe do komunikojmë, do i bezdis. Një herë ka i kohë. Sa përqind e bëjnë? Asnjë me mësues kujdestar. Jo, nuk mund t'i fusë të gjithë. Po që është përqindje e vogël dhe sa vjen, më thënë, ky është problem madhor në gjykimin tim. Pra, preka besoj se disa aspekte kryesore dhe themelore që ka shkolla se me që jemi te fusha e arsimit. Pastaj preka disa aspekte që i përkasin qytetit që jetojmë. Këto ishin. Po atëherë, ju falenderoj Alfred dhe ju uroj suksese. Falenderoj unë prezemërsisht dhe për mundësinë që më dha të komunikoj, të shpreh disa nga provojat e mia të jetës në fushën e arsimit dhe më gjërë se sa fushë e arsimit. Dhe ju uroj suksese në punën tuaj. Kam respekt domethënë për ty si firak, si qytetar dhe si koleg. Faleminderit. Ishte kënaqësi.